historinë e UÇK-s. Ai e ka vënë vetë ndyshim rolin e tij në UÇK. Pse e ka vënë vetë ndyshim? Po të veshish bluzën e UÇK-s, si ish pjesëtar i luftës UÇK-s, që ka luftuar atje bashkë me SBA-n dhe NATO-n, që kanë qenë aleatët e asaj pavarësie që sot gëzon Kosova. Dhe në krahun tjetër, në protestë të shfaqesh si anti-amerikan, anti-NATO dhe anti-sionist, unë nuk e dia mund të bashkëtojnë të i njëjti njeri të gjitha këto cilësi. Kështu që ai e ka zhveshur vetën nga morali për të mbajtur atë bluzën e UÇK-s, që me thonë të drejtën nuk e kam kuptuar as sot ditën e 32, që ma kujtuat ju se është dita e 32, se çfarë duan simbolet e UÇK-s në atë protestë. Një protest ku populli apo protestuesit dalin dhe protestojnë kundra qeverisë tyre, por se ç'lidhje ka UÇK-ja dhe me këtë duan të luftojnë aty në atë shesh, këtë nuk e kam kuptuar asnjëherë. Ka lidhje Albin Kurti me segmentet protestës? Unë e kam mbajtur qëndrimin tim, edhe në një replik që kam patur me kryeministrin në tim në rrjetet sociale, pasi kryeministri bëri një status, edhe e kam mbajtur qëndrimin tim publik. Nëse Albin Kurti nuk ka dorë në protestën e Tiranës, pra që antarët e lëvizjes vetëvendosja apo organizatorët që vetë deklarohen në atë protestë që jemi aktivist politik të kësaj lëvizje, e ka shumë të lehtë gjë. Një distancim publik dhe një deklaratë publike që unë distancohem nga këto, ata përfaqësojnë vetëm vetveten dhe nuk përfaqësojnë as lëvizjen vetëvendosja, as kryeministin e Kosovës. Për sa kohë nuk e ka parë të arsyeshme ta bëj këtë, i bie që ata aty flas për aktivistët politik, si qytetar të Republikës Kosovës dhe shqiptar që vinë nga Maqedonia si qytetar, nuk i mban dot të vinë në Shqipëri, qoftë edhe të bashkohen protestës, sepse aty kanë parë dhe turistë huaj që kalojnë tek sheshi te bulevardi Dëshmorët e Kombit dhe i marrin dhe u japin mikrofonin në dorë. Unë kam parë dhe tuaj kështu që me pankarta kundër Trumpit aty. Por tuaj por aty erdhi edhe një eurodeputete italiane. Po, e njohur ajo. Po, e njohur, një neomarksiste aty që erdhi në kongresin e partisë Arlind Qorit, më thanë, edhe që vjen edhe i jep mend Tiranës, thotë që këtu është Europa. Si më thonë, Europa është Tiranë, nuk keni pse vini atje. Ama të nesërmen apo mbasditë i hyp avioni shko prapë në Itali ajo. Italia është vendi kryesor i BE-s edhe një nga fuqitë ekonomike në G7. Pra kur vjen problemi për të shfaqur idete veta marksiste e neomarksiste, e gjen Europën në Tiranë ajo, me këto marksistët e Tiranës. Pastaj kapitalizmin e ka qef ndark kur shkon dhe jeton në Itali. Kështu që edhe për këtë të pjesëmarrjes së aktivistëve politik të lëvizjes vetëvendosja, unë e kam qenë. Okej, kam një pyetje të drejtë për drejtë. Kërkesa kryesore e protestuesve është dorëheqja e kryeministit Edi Rama. Ju do t'ia këshilloni zoti Rama dorëheqjen si kryeminist? Po si mund t'i këshillohet dorëheqja një qeverie, një qeverie? Nuk prisja përgjigje tjetër. Valtudëm, jo. Po s'ke se si pret përgjigje tjetër nga një eksponent kryesor i kësaj majoranse. Jo, ka për shembull, ndoshta kryesori, jo, Mariana Koçeku për shembull ka thënë dorëheqje. Elisa Spiropali nuk e thot artikullon dorëheqje, por lët kuptohet. Të lutem, ne jemi një sistem demokratik. Një majorancë me 82 numra në parlament, unë nuk e di se kush mund t'ja këshilloj dorëheqjen. Sepse në fund të ditës te kutia votimit do shkohet. Aty fitoni ju? Po. Ju thoni që është Shqipëria në shesh. Unë të fola në fillim për një Shqipëri tjetër që punon, nga mëngjesi në darkë. Dhe kush e përcakton se kush është shumica dhe kush është pakica? Ata 100.000 që ishin shesh, në bulevard. Ore, unë di që shumicën e përcakton kutia e votimit në shesh